Shikues nderuar, ju përshëndes, jemi rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi ditën e sotme tek zhvillimet e fundit tashmë në lindjen e mesme, ku bisedimet e paqes midis SBA-s dhe Iranit për t'i dhënë fund luftës kanë ngecur në një çështje qendrore, siç është programi bërthamor i Iranit. Por kemi nga ana tjetër Teheranin, i cili refuzon të heqë dorë nga uraniumi i pasuruar, ndërsa vetë administrata e presidentit të SBA-s Donald Trump ka thënë vazhdimisht se hyri në konflikt për të parandaluar Iranin të ndërtojë armën bërthamore. Por nga ana tjetër kemi Vladimir Putin, i cili ka ofruar këndvështrimin e tij për këtë çështje, ndërsa ka folur me gazetarët ndërkombëtar në Shën Petersburg. Kam të ftuar ditën e sotme për të diskutuar mbi këto zhvillime analistin Rej Sheri. Përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje Kristela, faleminderit. Atëherë, Rej, për ta nisur, lufta mes Izraelit dhe Iranit sigurisht e ka kthyer çështjen bërthamore në qendër të diplomacisë botërore, por tani kur negociatat mes SBA-s dhe Iranit kanë ngecur, Rusia po tenton t'i paraqitet si një ndërmjetës. Si e shet të gjithë të zhvillim nga ana e presidentit rus Vladimir Putin? Po flasim në një moment, do të ndajmë disa këndvështrime. Nëse do të kthehemi në parimin kryesor ku qëndron konflikti Izrael, Hezbollah, Iran, apo SBA, Iran, apo marrëdhëniet Kin-SBA për negociat, apo Rusia së fundmi, do kemi parasysh vetëm diçka shumë të thjeshtë. Jemi në moment status quo. Pra jemi në një pikë të paqartë. Po të referohemi edhe deklaratave politike të bëra. Do të thënë, në 5 qershor kishim një deklaratë politike nga Rubio, ku thoshte se lufta ka mbaruar. Përfundi i luftës nuk shihet kurkund. Kemi aktorët ndërkombëtar të cilët mundohen të përfshihen. Kishim Kinën pak më përpara, tash më së fundmi kemi edhe rastin e Rusisë, që kërkon të hyjë si një formë katalizatore për të vendosur një farë stabiliteti në rajonin e lindjes së mesme. E vetmja gjë e sigurt në këto momente është që palët kryesore të përfshira në konflikt, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Irani nga ana tjetër, nuk tërhiqen nga vendimet e tyre. Amerika kërkon një denuklearizim të programit të Iranit, ndërkohë Irani nga ana tjetër thotë pse duhet të heq dorën nga aspiratat e mia bërthamore. Pra çështja është e paqartë. Por sado e paqartë të jetë çështja, një fakt është i pakrahasueshëm sot. Hormuzi vazhdon akoma të mbetet në blokadë. Dhe përsa kohë që Hormuzi qëndron në blokadë, kemi të bëjmë me një krizë ekonomike, e cila momentalisht mund të cilësohet si një krizë globale. Prandaj, paçka sa do të shkojnë negociatat, unë përsëri do të rikthehem tek diçka që ne kemi thënë dhe më përpara bashkë. Në momentin e Hormuzit të bllokuar, Amerika bën lek. Amerika bën para. Dhe në rendin global që jemi sot, pra në globalizmin e sotëm, kryesorja është kush shet dhe kush kontrollon rrugët tregtare. Prandaj kjo është dilema e cila duhet sqaruar. Kjo është arsyeja se si do të sillet fundi i luftës. Për këtë po kërkohet sot të arrihet një marrëveshje. A do kthehemi drejt normalitetit apo do vazhdojmë akoma në status quo e tanishme? Dhe pikërisht kjo është arsyeja ku edhe Rusia kërkon të bëhet aktor ndërkombëtar. Nuk kemi të bëjmë vetëm me naftën ruse, e cila është në embargo, por kemi të bëjmë dhe me rrugën tregtare kryesore të lindjes, e cila është Hormuzi. Prandaj, momentalisht në kushtet që flasim, situata është ende e paqartë. Kemi të bëjmë me palë të cilët nuk largohen nga qëndrimet e tyre, pra vazhdojmë me të njëjtat pikë synime, qoftë Shtetet e Bashkuara, qoftë Irani. Por ama fakti kryesor është që Hormuzi sot është i bllokuar, edhe përsëri janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që zhvillojnë diktatin e tyre. E qartë, por nga ana tjetër, pavarësisht propozimit rus që parashikon që uraniumi i pasuruar i Iranit të jetë nën kontroll, mendon se ka Teherani tashmë besim te garancitë ndërkombëtare mbas të gjitha përvojave të mëparshme me marrëveshjet bërthamore? Unë mendoj se Irani nuk ka pasur asnjëherë garancinë e faktorit ndërkombëtar. Irani historikisht do të kemi parasysh faktin që të paktën që nga vitet 70 qeveriset nga regjimi i Ajatollahut, pra ka një lloj qasje totalisht të vetën në perceptimin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Kemi të bëjmë një regjim i cili është politik, po edhe fetar.
nga ana tjetër. Kështu që unë nuk besoj se Irani do heqi dorë kollaj nga pretendimet e tija. Kemi të bëjmë me një popullat e cila është totalisht e bindur ndaj besimit fetar dhe ndaj regjimit në fuqi, pra ndaj regjimit të Ajatollahut. Pra është shumë e vështirë që ne sot të arrijmë në një formë të themi e zeza mbi të bardhë që Irani do dorëzohet apo do fitoj. Jemi ende herët për të përcaktuar një verdikt final për sa i përket kësaj çështje. Por ajo që ne dim sot e kësaj dite është fakti që Irani nuk tërhiqet. Pavarësisht shkatërimit të bërë nga ky konflikt i cili ka filluar që nga janari dhe vazhdon deri tani, gjëja e vetme që është e sigurt është që Irani nuk tërhiqet. SBA-ja nga ana tjetër nuk tërhiqet, faktori ndërkombëtar do mundohet, pra Kina nga njëra anë edhe Rusia nga ana tjetër, po duhet kemi parasysh edhe faktin e vetëm, midis tyre dy aktorëve, sa do të flasi ndërkombëtarët, janë pikërisht këta të dy që duhet ta gjejnë zgjidhjen ndërmjet njëri tjetrit. Pra Mojtaba nga njëra anë dhe Trumpi nga ana tjetër. E qartë, por Rejt, mos harrojmë se Rusia është aleate strategjike e Iranit, por njëkohësisht dëshiron të ruaj sigurisht dhe kanalet të komunikimit me SBA-n, por edhe vend arabe. Mendon se mund të jetë Moska një ndërmjetës neutral të shuaj në një konflikt ku ka interesa të drejtë për drejta? Ajo që duhet të kuptojmë është të bëjmë një analizë më cinike. Në rastin e të bërit para, në rastin e zhvillimit ekonomik, nuk kanë të bëjnë shumë aleancat ose miqt geostrategjik. Trumpi dhe Putin, pavarësisht deklaratave që nga njëherë tingëllojnë si agresore ndaj njëri tjetrit, por kjo është për të bërë qefin opinionit publik vendas. Kemi të bëjmë me dy individ që kanë një marrëdhënie të shkëlqyer me njëri tjetrin. Kemi të bëjmë me dy individ të cilët përfshihen në negociata me njëri tjetrin. Kemi të bëjmë me dy individ të cilët e bën një marrëveshje në Alask. Qartë. Kemi të bëjmë me dy individ të cilët në mënyrë sekrete nëpërmjet kanaleve të komunikimit bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Ne si politolog, arsyeja vetme që duhet të gjejmë në këtë rast është si mund të arrihet një marrëveshje. Edhe marrëveshja në këtë lloj rastesh, më vjen keq ta them, po marrëveshjen e bëjnë të mëdhenjt. Irani nuk do pyetet shumë në këtë marrëveshje. Deali është midis Federatës Ruse, Kinës dhe SBA-s. Këta janë tre aktorët global, të cilët luajnë dhe xhirojnë ekonominë globale. Për përfitimin ekonomik vendosin edhe kursin e politikave të cilat duhen ndjekur, kështu që duke i bërë një lloj dalje asaj propagandës së vazhdueshme, e cila vjen në formën e negociatave, nuk pyet njeri për të voglin. Rendi global njeh të mëdhenjt. Kështu që pak a shumë ne e kemi një qasje se si po priret të shkojë geopolitika botërore. Kemi një Kinë të ulur në negociata, kemi një Rusi e cila bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po lobon që të lirohet nafta ruse nga ana tjetër. Kemi edhe një SBA e cila vendos diktatin ekonomik në botë. Diktatin në kontinentin amerikan, mos harroni, është Kuba e radhës, retorikat po shkojnë drejt Kubës sepse Venezuela mbaroi. Irani është nën kontroll, Kuba është elementi vetëm i cili duket sigurisht është gjilpëra e cila shpon trupin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por po ta kemi parasysh të gjithë së bashku, e kuptojmë kursin e geopolitikës. Tre të mëdhenjt kanë folur me njëri tjetrin. Opinioni publik është herët për t'i kuptuar këtë çështje. Por ama kursi është i diktuar. Kështu që nuk ka të bëjë shumë se cili do të jetë aktori ose mediatori për të vendosur një lloj paqe ose stabiliteti në thonjza. Fuqitë e mëdha gjithmonë fitojnë. Fatkeqësisht apo fatmirësisht. Na pëlqen apo nuk na pëlqen e të tjerëve.
Qartë. Rej, por nga ana tjetër, Irani ashtu si e dim pra këmbgul se programi i tij bërthamor është për qëllime civile, por nga ana tjetër kemi kundërshtarë të cilët sigurisht pretendojnë të kundërtën. Mendoni se ekzistojnë prova bindëse që Irani synon armën bërthamore apo kemi të bëjmë më shumë me perceptime, por edhe mosbesim publik nga ana tjetër? Në një farë mënyre më kujtua një film komik nga Sacha Baron Cohen, Diktatori, ku Sacha Baron Cohen thot që produkti nuklear do përdoret për qëllime paqësore dhe qesh nën zë. Unë nuk e di një mënyra vetëm se si mund të përdoret çështja bërthamore është vetëm nëse kalon në formën e energjisë. Qartë. Po i deri në këtë momente që flasim, Irani nuk është se ka treguar ndonjë qasje që do ta përdori arsenalin nuklear ose reaktorët nuklear për qëllime energjetike, por e ka shprehur ambicien e pastër që ne këto do t'i përdorim për çështje luftarake. Pra, nëse të përfshihemi në doktrinën e Iranit, është diçka shumë komplekse, edhe është edhe pak e vështirë për t'u analizuar. Identiteti fetar, pritja e Mesias nga ana tjetër, ose e profetit të radhës, lufta e përjetshme në lindjen e mesme ndaj armikut kryesor Izraelit, pra, nëse do të referohemi së paku viteve të fundit, Irani nuk është se ka pasur çështjen e një shteti i cili do të jetë katalizator paqe në lindjen e mesme. Irani ka treguar qasje agresive ndaj fqinjit në këtë rast, që është Izraeli. Nëse do të flasim për një program nuklear i cili do përdoret për paqe, duhem parë dhe aspiratat e vendit. Normalisht, nga ana tjetër dhe bota perëndimore është e friksuar nga kjo gjë. Si mund të pretendojmë për energji nukleare paqësore, kur ndërkohë nga ana tjetër ti bërtet death to America, death to Israel, pra vdekjet fshinjve të tu, destabilitetin në rajon, duke financuar grupe të ndryshme ushtarake të cilët me të drejtë apo pa të drejtë luftojnë, po krijojnë destabilitet. Prandaj nga njëra anë mund të themi se nuk pin ujë deklarata paqedashëse e Iranit. E qartë. Por nga ana tjetër, çdo marrëveshje e re duhet të jetë më fort para se ajo e vitit 2015 për të bindur dhe skeptikët në Washington, por sigurisht në Tel Aviv. Cilat do të jenë garancitë konkrete që duhet përfshirë një marrëveshje e re që të konsiderohet e besueshme sigurisht nga të gjitha palët? Marrëveshja e vetme momentale në këndvështrimin tim që mund të arrihet në këto momente është nëse Irani e dorëzon uraniumin e pasuruar dhe dorëzimi i uraniumit të pasuruar do bëhet nëpërmjet një nga vendet aleate. Prandaj kemi edhe rastin e Rusisë të përfshirë në këtë çështje. Aktori i parë i cili ishte i gatshëm për të marrë uraniumin e pasuruar ishte Kina. Tashmë është shtuar edhe Rusia në arenë. Kjo është mënyra e vetme se si mund të arrihet një paqe. Pasi do të kemi parasysh një fakt të vetëm, që nga prodhimi i bombës së parë nukleare, pra në vitin 1945, edhe deri më sot, kjo është e vetmja armë që sado e vjetëruar nga koha të jetë, shkatrimin e ka masiv. Prandaj një nga kërkesat kryesore sot, jo vetëm të Shteteve të Bashkuara, po dhe të Organizatës Atomit, po dhe të gjithë vendeve politike është ne t'i heqim më një anë armët bërthamore. Do të kemi parasysh një fakt shumë të thjeshtë nga ana e natyrës njerëzore. Nëse do kalojmë në përdorimin e armëve bërthamore, nuk ka fitues në konflikt. Ka vetëm shkatërim. Dhe pyetja që do t'i bëjmë vetes ne është, a ja vlen të shkatërohemi? Prandaj unë gjykoj se një nga kriteret kryesore të cilat do të çonte në normalizimin e situatës, jo vetëm brenda rajonit të lindjes së mesme, po gjithë globit nga ana tjetër, është menjanimi i armëve bërthamore. Prandaj të dyja vendet qëndrojnë stoik për sa i përket çështjes bërthamore. Amerika nuk e do, se një Iran me armë bërthamore do ishte kërcënim. Po dhe Irani nga ana tjetër e kupton që kjo është karta më e madhe politike. Ky është xoli që kam në dorë.
E duke pasur pikërisht arsenalin bërthamor, kjo është mënyra se si luan Irani geopolitikisht për të arritur një lloj marrëveshje e cila në fund të ditës do të favorizojë armpushimin, i cili në kushtet aktuale të cilat flasim, fatkeqësisht është ende i brisht. Pra nuk është i qartë se në çfarë pike jemi me armpushimin. E qartë, Rej, nga ana tjetër, cili është rreziku më i madh pra sot, që Irani të arrijë kapacitetet bërthamore apo që frika nga kjo mundësi mund të shkaktojë edhe një luftë më të madhe? Unë kam përshtypjen që në bazën e inteligjencës ushtarake që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irani nuk do të ketë kurrë kapacitetet për të krijuar një bombë bërthamore. Irani, në qoftë se marrim dy skenare. Skenari më i mirë është që Irani heq dorë nga dëshira bërthamore. Edhe pse duket e vështirë, duke pasur parasysh edhe retorikën zyrtare të Teheranit. Në qoftë se Irani heq dorë nga arma bërthamore, bie pushteti politik në skakjerën ndërkombëtare. Nuk është më aktor. Kalon një aktor i ri në lindjen e mesme. Edhe bëhet shteti tjetër i cili ka bombë bërthamore, i cili është Izraeli. Kjo është dëshira e SBA-ve. Irani nga ana tjetër normalisht kërkon të respektojë edhe faktorin e vet si një pjesë kryesore e civilizimit në atë rajon. Ka mbi 2500 vite kulturë. Ka mbi 2500 vite që ka qenë perandori në atë territor. Kështu që edhe Irani i ka të drejtat e veta nga ana e retorikës politike. Na pëlqen apo nuk na pëlqen ne të tjerëve. Në rastin marrim dy skenaret. Një Iran bërthamor dhe një Iran jo nuklear. E pam një Iran pro-perëndimor. Ishte Irani i shahut. E qartë. Ishte një regjim i cili kamuflimin politik tek perëndimi e kishte spektakël. Pra një monarki e moderuar dhe një vend në prosperitet. Po Irani ishte në dhunë konstante. Një dhunë e cila bëri rrëzimin e shahut edhe ristolli ajatollahun. Pra ai rajon nuk ka njohur ndonjëherë demokraci. Edhe është shumë hipokrite në qoftë se ne do flasim sot për një Iran modern i cili do bëhet me kalimin e kohës. Ne duhet të kuptojmë, kjo është qasja që kanë ata dhe duhet të respektojmë këtë gjë. Sepse kjo është zgjidhja që kanë bërë vetë iranianët. Pra, Irani në këtë lloj çështje ka një perspektivë shumë të qartë. Ose do vazhdoj programin nuklear dhe do jetë mbi bazën e sanksioneve të perëndimit, të cilat momentalisht kanë shkaktuar një kosto financiare plus 144 miliard dollar, e cila përkthehet me 25 vite regres mbrapa. Këto janë pasojat në qoftë se vazhdon drejt produktit nuklear. Në qoftë se vendoset të hapet, që unë mendoj se Irani duhet të hapet, në mos jo politikisht, duhet hapet ekonomikisht. Duhet hapet ekonomikisht në mënyrë që të sigurojmë mbijetesën si shtet. Sepse në kushtet aktuale, në qoftë do vazhdohet në këtë lloj mënyre, unë e kuptoj që kemi të bëjmë me një vend të cilët kanë devotshmëri ndaj regjimit dhe ndaj besimit fetar. Por po ngelen pa buk. Po shkatrohet infrastruktura, po shkatrohet ekonomia, po shtohet varfëria, është rritur inflacioni, dhe rritja e inflacionit do të çojë nesër në recension ekonomik. Prandaj Irani është i detyruar të ulet në negociata në mënyrë që të hapet ekonomikisht. Dhe në qoftë se hapja ekonomike do të ishte sakrifikimi i arsenalit bërthamor, unë mendoj se si njeri në rreth të parë, jo si politolog, po si njeri i cili kërkon një popull të ketë zhvillim dhe prosperitet, atëherë të hiqet dorë një herë për gjithmonë nga ëndra bërthamore. Ka mënyra të ndryshme për të zhvilluar vendin. Nuk ka nevojë pse do të mbështetesh tek arsenali bërthamor apo te retorika e luftës dhe e konfliktit. Ndonjëherë shpreha kryesore që përdorim ne politologët është
kërkimi i një armiku të jashtëm, pra mbajtja e retorikës së luftës për të shmangur problemet e brendshme. Irani ka shumë probleme të brendshme në kushtet që flasim. Ka entitetet të ndryshme politike brenda, ka entitetet të ndryshme kulturore brenda, ka etni të ndryshme që bashkëjetojnë brenda Republikës së Iranit. Kështu që zgjidhja e vetme në këto lloj rastesh është dy: ose do vazhdosh arsenalin bërthamor dhe do shkatërrohesh në formën e sanksioneve ekonomike, ose hiq dorë një herë për gjithmonë, dorëzoja aleatit tënd, Rusisë ose Kinës, pra që të dalësh me kokën lart nga kjo luftë, jo të dalësh i humbur, dhe fokusohu në zhvillimin e vendit. Kjo është ajo çfarë duhet të ketë një vend sot në globalizëm. Zhvillimi ekonomik justifikon edhe formën e regjimit. Qartë, Rej, atëherë, unë do doja ta mbyllja këtu pjesën e gjeopolitikës lindjes mes me SBA, Iran, Izrael. Do doja të ndalesha sigurisht tashmë tek zhvillimet e fundit që po ndodhin në vendin tonë sa i përket Zvërnecit. Si e ke parë të gjithë të zhvillim, Rej, dhe a ke qenë ti pjesë e këtyre protestave? Atëherë, faleminderit për pyetjen njëherë para, është shumë interesante. Protestat kanë 5 ditë të cilat zhvillohen. Dje nuk isha, as ditën e parë nuk isha në protest, duhet ta pranoj këtë gjë, por 3 ditët e fundit kam vendosur, domethënë, të bashkohem protestës, jo si politolog, fare në kontekstin politik, por si një qytetar që shikoj, do ju them diçka shumë interesante. Po, patjetër. Pash prindër që vinin me fëmijët e vegjël që i mbanin në krah. Pash të rinj që bënin disa parulla shumë të bukura, dilin me elementin e flamingos. Pash një protestë qytetare e cila ne na kishte munguar që nga protesta armëve kimike. Pash disa njerëz të cilët kishin një qasje ndryshe. Nuk pash militantizëm. Kjo ishte elementi kryesor që më bëri të bashkangjitesha kësaj proteste. Po të kemi parasysh qasjen që kanë pasur protestat e mëparshme në Shqipëri, pra në momentin kur Partia Socialiste ishte në opozit, protestat bëheshin në drejtimin e liderit. Pra rrofte Edi Rama, çdo gjë për Edi Ramën. Kur kaloi opozita, në fillim ulërisnin njerëzit Basha, tani ulërasin Berisha, kurse në këtë lloj rasti nuk pash asnjë lloj ovacioni ndaj liderëve politik. Madje një nga shprehjet më të bukura të protestës, e cila nga shumë media u censurua, ishte parulla kryesore: Rama në burg, Berisha në burg. Në 35 vite që kemi ne tranzicion politik, kjo ishte gjëja më e bukur që qytetarët po e tregojnë. Ej, bollë, ka ardhur një moment që nuk mban më ujë pilafi. Edhe këtë gjë po e tregojnë ato qytetarë atje. Janë njerëz që kanë humbur besimin te politika, sepse shikojnë që politika shqiptare në fund të ditës është thjesht një riciklim i të vjetrës, dhe janë disa njerëz të cilët e kanë në terzi. I pëlqen pushteti i opozitës, lekët i marrin. Majoranca, parat i merr. Apo bëhet kjo protestë për Zvërnecin? Zvërneci ishte Shkëndia. Po kjo protestë ka kaluar çështën e Zvërnecit. Kjo protestë po kërkon dorëheqjen e elitës politike. A është e mirë? Absolutisht që është e mirë. A ka problematika? Ka dhe problematika. Sepse ajo çfarë duhet të fokusohemi ne, si njerëz të angazhuar politik, është fakti e bën protestën. Por çdo protestë duhet të ketë të gatshëm një grup negociator për të ulur në tavolinë me aktorët politik që janë në pushtet, se nëse protesta
nuk do ketë grup negociator, do jetë e prirur të shkatrohet nga brenda, sepse partitë politike shqiptare i kanë numrat e tyre, të cilët mund t'i fusin në protestë për të destabilizuar protestën. Si mund ta destabilizojnë protestën? Fut grupe të cilët shkaktojnë tension. Sepse kjo është ajo e bukura e kësaj proteste. Nga çka kemi parë në ditën në fillim, kemi parë çështje paqësore, kemi parë njerëz që tubojnë, kemi parë njerëz që ngrejnë zërin. Njerëzit shqiptarë sot, mua më vjen edhe mirë ta them, po duan çështje civile. Një shoqëri moderne funksionon mbi bazën e ligjit, jo mbi bazën e Molotovit. Okej, edhe Molotovi është pjesë e protestës, po ka arsye kur protesta përdoret ose eskalon drejt dhunës. Ne kemi parë njerëz qytetar në këto momente. Kjo është ajo çfarë i mungon të Shqipërisë. Kjo është ajo e cila në një farë mënyre është delegitimuar, sidomos vitet e fundit, duke e përshtatur shoqërinë shqiptare sikur është një shoqëri militante, që je ose këtej ose andej. Por ajo çfarë vlen të përmendet sot, janë disa njerëz që po thënë, boll, mjaft më ti që je në qeveri, boll edhe ti tjetri ande nga opozita, që nuk është se po bën asgjë tjetër, po përveç se po shikon interesin tënd personal dhe si të mbijetosh dhe një ditë më shumë duke qëndruar brenda pushtetit. Kjo është e bukura e kësaj proteste. Edhe unë uroj që kjo protestë të ketë të njëjtin stil siç po ndodh sot në Bullgari, ku është një situatë e ngjashme, edhe qytetarët kanë mbi 40 ditë që protestojnë. A do jem sot në protestë? Absolutisht që po. Kam disa punë për të bërë dhe jam i gatshëm të sakrifikoj këto punë edhe prap të shkoj aty në protestë, sepse duhet që zëri jon të dali. Duhet që ne të flasim, duhet që ne të tregojmë që jemi jo vetëm kundër nartës, po jemi kundër çfarëdo lloj natyre korruptive, sepse ka ardhur një moment që po themi bollmë. Limiti, durimi ka një kufi. Për ta mbyllur ndërkaq pavarësisht se protesta pavarësisht se kryeministri Edi Rama ka thënë se ky projekt nuk do të ndalet, protestat sigurisht jo vetëm që nuk janë zbehur, por ashtu si edhe ti po zgjerohen nga dita në ditë dhe po marrin sigurisht edhe vëmendjen ndërkombëtare. Ti vetë Rej, si ke parë të gjitha reagimet e kryeministrit shqiptar? Natyra që po protestohet për mua është e drejtë. Më vjen jo çudi, por më vjen inat kur shikoj një përfaqësues të vendit tim, pra kryeministrin tim, të shfaqet në sjellje arrogante ndaj popullit të tij. Kryeministri është i zgjedhur. Kryeministri nuk është zot. Kryeministri duhet më shërbej mua, duhet të shërbej ty dhe të gjithë popullit të vet. Po ç'është ky kryeministër që përgjigjet me arrogancë? Dhe nuk është vetëm Edi Rama, po çdo politikan shqiptar ka këtë lloj sjellje. Është krijuar miti sikur politikanët janë zota. Jo më jo. Janë njerëz si gjithë ne. Jemi ne që i sjellim në pushtet duke votuar. Nuk ka të drejtën asnjë politikan të sillet në formë arrogante ose të bëjë sikur të jetë zoti i këtij vendi. Koha e zotrave ka mbaruar që me monarkitë. Ne si Europi kemi dhënë fund këtyre çështjeve. Ne po kërkojmë që Shqipëria të bëhet një vend normal dhe të antarësohet në Bashkimin Evropian. Kjo është targeti që del edhe kryeministri dhe përtet. Po arrim reformat europiane. Po si po i arrin reformat europiane kur ti të drejtën e fjalës, që është principi kryesor i Bashkimit Evropian, e ofendon? E kam parë edhe faqen e kryeministrit, apo faqen e ministrave, servilëve të pushtetit. Okej, është protest. Edhe një fjalë e tepruar del nga goja. Po ne nuk mund të demonizojmë protestën sepse u thanë disa fjalë të cilat janë të pahishme.
Këto fjalë të pahishme janë revolta që kanë njerëzit nga brenda. Është revolta sepse ka ardhur në majt hundës, sepse Rama po sillet si autokrat, sepse Berisha po sillet si autokrat, sepse nuk ka garë të brendshme nëpër partitë e tyre. Nuk ka zgjedhje në PS. Ka fasad në Partinë Demokratike. Referendum për kryetarin, domethënë gallat më të madhe nuk mund të ekzistojnë në këto momente. I heq gjithë kundërshtarët politik edhe thua po bëj referendum për partinë. Mbahet çetën tënde personale. Nuk më përfaqëson mua. Ti kryeministër i dashur, nuk më përfaqëson mua me sjelljen arrogante që ke. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse qytetarët sot janë në protestë, edhe duke i bërë anashkalim banerave politik. Ishte hera e parë që e dëgjoj Rama në burg, Berisha në burg. Se kush po i bën këto protesta, se kush ishte piknisja, a janë të organizuara se kanë dalë ka dhe teorirash, ë? Po, patjetër. Ne nuk e dim këtë, se kush e bëri, i pari. Po si do të jetë, nga cili do të jetë bërë, ose në qoftë se kjo protest do funksionoj si një lloj heqje vëmendje nga ligji i hormoneve që u miratua pak më përpara, do të kemi parasysh të gjitha skenarët, por ama kemi edhe pjesëtarë në protestë që janë drejt mbrojtjes së familjes. Në qoftë se duhet të bëhemi shoqëri europiane, do të jemi një shoqëri e hapur. Do të jemi një shoqëri e cila pranojmë diversitetin ndërmjet njëri tjetrit, por ama mbi të gjitha do të përfaqësojmë dëshirën për të pasur një shtet dhe dëshirën për të përfaqësuar nga ligji dhe për të zbatuar ligjin. Në momentin që ka mungesë të zbatimit të ligjit, është e pritshme që revolta popullore do vazhdojë edhe më tej. Ne shpresojmë që duke arritur diçka civile për herë të parë ndoshta në Shqipëri, mund të kemi një shans që të bëhemi një vend normal. Por ama ajo çfarë është kryesorja është që populli, njerëzit, aktivistët të mblidhen me njëri tjetrin dhe të formojnë një grup negociator i cili përveç se anës politike, duhet i përfaqësoj politikisht në mënyrë që kërkesat e tyre të kalojnë në ligj, të vendosen në parlament dhe të implementohen më pas. Kjo është pikësynimi kryesor, nëse do të themi që një protestë të jetë e suksesshme apo jo. E qartë. Mirë. Rej, kemi arritur në fund. Falenderoj për çdo informacion. Ishte tepër kënaqësi. Grisela, shumë faleminderit. Kënaqësia ishte imja. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme ku ndalëm fillimisht tek situata tashmë në lindjen e mesme dhe në pjesën e fundit u ndalëm tek ajo çka po ndodh tashmë për Zvërnecin. E mbyllim këtu dhe bashkë shihemi sërish ditën e hënë.